Pak para revolucionit në 1815 në Athinë jetonin 7.000 të krishterë dhe 3.000 musliman, sipas Pogville. Nga 7.000 të krishterë, 4.000 ishin arvanit dhe vinin nga të gjitha fshatrat e Atikës. Ata u vendosën midis Plakës dhe Makrianis. Më 1821 në ditën e 2 të Pashkës, turqit në Athinë morën peng 12 kualifikues athiniot, sepse dyshone se mbretëri do të revoltoheshin. Vendimi i tyre fillestari ishte të masakronin të gjithë të krishterët, por kundërshtimi i Ali Lefentis, një gjykatë si kohës, e lejoi atë. Më 25 prill 1821, sipas Dionisis Surmelis, luftëtar dhe dëshmitar okular i ngjarjeve, 1200 krishterë u mblodhën në Menidi, në Akarnes. Ata erdhën nga Asia, me drejtues Meletis Vasilohu dhe Mitros Keja. Nga Menidi drejtuar nga Rea der Kirio Katiotis, nga Mezdeu i lëhequr nga Johannes Davaris dhe nga Athina me në krye bashkinë Antoni. Athina është çliruar në udhëheqjen e Meletis Vasilit, kryenëritësit hynë në Athinë dhe çliruan atë. Sot jashtë bashkisë së Fisit mund të shihet statuja e tij që ende shikon fshatarët, duke treguar rrugën drejt borxhit dhe krenarisë. Në shtator 1821, 70 të rinj nga Asia, në udhëheqjen e Mitros Kejas dhe Anastasius Lekas, luftuan kundër 500 turqëve në udhëheqjen e Omer Bibrionit. Në këtë betejë pasagjerit mëshëm rrezikoi të humbiste jetën, kështu e mori vendimin dhe u largua nga Athina duke thënë: nëse 70 persona më pushtuan dhe më bën të rrezikoj jetën time, çfarë do të ndodhë nëse grumbullohen? Në 1000, kryeqyteti më vonshëm i shtetit grek u çlirua nga arvanitasit e Atikës, një fis ndër luftuesit të krishterëve ortodoks, me moralin dhe zakonet e veta, kulturën dhe gjuhën e tyre. Një fis që kur nuk u bë kul para turqëve dhe nuk bëri paqe me ta. Ata mësuan të jetonin thik në ndëm për të mbrojtur nderin dhe jetën e tyre, dhe kjo ishte radha e parësisë nga pushuesit turq të palishëm dhe pa akses. Arvanitët e Atikës, që të tjerë i quajnë durues grek modern, të tjerë i konsiderojnë Epirus, dhe të tjerë shqiptar që u vendosën në Atik në shekujt e 10 dhe 11, ishin ata që e ngritën armët e shenjta për luftën e madhe për besime atë. I përmend sipas radhës që përmend Kolokotroni në fjalimin e tij të famshëm Nika. Besnik ndaj idesë së madhe greke të jetur për liri, arvanitasit e Atikës, si gjithë vendet e tjera greke, luajtën një rol të rëndësishëm në revolucion. Ata i përkisnin brezit të madh të grekëve që ndryshuan përgjithmonë historinë e kombit, duke i ofruar Greqisë pas 4 shekujsh një status të shtetit të pavarur. Theodoros Pagalus thotë: unë nuk jam historian që të mund të shpreh një mendim historik të dokumentuar, por jam arvanitas dhe e di historinë time familjare, ashtu si shumica e arvanitëve të Atikës. Lexuesit të mos harrojnë se ndryshe nga Athina, rajoni i Atikës deri vonë dominoi dhe në shumë raste vazhdon të mbizotërohet nga fshatra rrënjët e cilëve shkojnë shumë larg dhe atje familjet e njohin mirë njëri tjetrin. Nga ana e babait tim, Janis Meletis, pati nderin më të lartë që ishte nga Giorgio Karaskashi, si nën kryetari i tij. Kurdo që mund të pyes do të mësoj shumë histori nga të gjitha fshatrat arvanite që kapetanët dhe djemt vendas që luftuan për lirinë e Adeut ton. Yorgos Vlakoyanis në antologjinë e tij historike shpëton një tregim të shkurtër ku në një seancë parlamenti, kur gjaku ishte ndezur, një luftëtar i vjetër i vitit 21 ju drejtua protagonistëve të episodit në gjuhën arvanite për të ndalur mosmarrveshjen, dhe ajo u ndal. Arvanitikia ishte gjuha e folur nga Konduriotis, kryeministri i Greqisë, Poubolina, Boçari, Suliotët e shumë të tjerë. Ishte gjuha që dinin dhe kuptonin Karaskashis, Androucos dhe shumë luftëtarë të tjerë të revolucionit grek. Në fushën aziatike të vogël të viteve 1912, 1922, arvanitasit e Liosit luftuan me flamurin e tyre. Ata nuk u tërhoqën asnjë hap dhe ran deri në të fundit. Vetëm kur e dim këtë, kuptojmë atë vështrim të errët të arvanitasve të Atikës, të përshkruar nga Titos Athanasiaidis te fëmijët e Nivojt. Në herojnë të fshatrave të Andis, lista e vdekjeve të vitit 1922 është më e madhe se të gjithë fshatrat e tjera të Greqisë në krahasim me popullsinë tonë. Pagalos më tej tregon se arvanitasit natyrisht nuk kanë një prani të rëndësishme vetëm në librin e madh të të rënëve të nderuar të kombit grek. Ata kanë një prani po aq të rëndësishme në letrat, shkencat dhe strukturat e shtetit të ri Helen, veçanërisht duke zënë poste të larta ushtarake dhe politike. 25 marsi është dita e ringjalljes së brezit ton, shprehet ai. Është dita kur kombi grek fitoi sërish një shtet të pavarur, siç e përshkruan Bizanti në Babiloninë e tij. Ky komb grek nuk thithiste të njëjtën gjuhë, nuk kishte të njëjtat zakone, por kishte të njëjtin besim, të njëjtën ndjenjë për të qenë një komunitet i veçantë, të njëjtin perceptim për këtë.